Pra miq dhe mikesha, ja ku jemi këtu gati për të startuar. Dhe më në fund, pas shumë eksperjencash tona, punët tona mund t'i ndiqni edhe në YouTube. Wow! Do të keni mundësinë të shihni dhe të njihni të gjithë pjesëtarët e klubit të fëmijëve. Një ditë dhe ti mund të jesh pjesë e klubit të fëmijëve. Wow! Mjafton vetëm të bësh subscribe faqes tonë dhe like videove tona dhe je automatikisht pjesë e familjes tonë. Wow! Atëre çuna, po e vazhdoj unë i pari, me sherdha i pari. Jo, unë s'pranoj, s'bet kështu. Unë them më mirë ta nisim nga mosha. Ta nisi unë me që jam i madhi. Për atë punë, pse mos ta filloj unë si jam më i gjatë dhe më shohin më mirë. Asnjë nga këto opsionet nuk na mbush mendjen. Pse se bëjmë kush është më i zgjuar edhe mbarojmë punë. A e di që ti? E bëjmë secili nga një fjali. Nisë ti i pari. Nisë ti. Oke. Secila klasë është e njëjta me tjetrën. Po klasa jonë është e ndryshme nga të tjerat, sepse ka një gjë speciale. Mësuesen. E çfarë mësuese do thoni juve? Një mësuese me super fuqi. Po të isha vajzë dhe po të kisha këto super fuqi, do ndërroja të bëhesha mësuese. Jo, nuk mundesh vëlla. Dua të kenë unë super fuqi! Sa vdes unë për majonez. Madje edhe fruta dua që ti ngjyej në majonez. Kur të rrite, do të hap një fast food me emrin majonez për të tërë. Përshëndetje miq, mirë se vini në kanalin tim. Siç e shikoni, kjo është klasa më e bukur në botë. Lënda jone e preferuar është kur bie zilja për të shkuar në shtëpi. O zot, sa qef që është. Jo, ti dëmët për maci. Ose më kap, mu sa hap telefon mund të Po, je si e ka majonez. Se ti nëzora syt. Je i kujsus kjo se nuk shkrua. Ule se relap s'kam, ti e përdor vish turban për. Ri mirë se të gërvis aftyrën. Pa shi i mire, ja, do i sem babit kur marrë shkolla, e di që ka për të bërë ai ta shofësh. Ta shofësh veti. Babi jote i fort ai, i mirë ai, i sjell, ha? Kullave bukur shumë. Nuk kullave bukur shumë. Do t'i gris libra ta. Libra kanë shpit, i gris libra. Du me shoh futyrën tënde, ma. Vojti, mos më shaj mo. Do me të shaj. E du më shiro lapsin. Po shi imi, I kujsus kjo se nuk shrua. Po se laps kam te për si imi. Jere fitore. Jo, s'kam stime. Mirë mëngjes ka Të shofësh ti të bëj babi. Kalamaja. Do kisha dëshirë të bëja pak mësi me ju. Ju lutem, do na jepni për kënaqësi. Mos me kërko mu më shiro lapsin. Qetësi! Kjo ka rëndësi. Është i. Se keni idenë se sa me qef të madhe erdha për të bërë mësim sot. Po ha, ja vlen t'ja prishë fëmijëve të kënaqësi të madhe. Gjithsesi, unë kam një plan B. Si unë i mirë se mund t'a përdor dhe me ju. Ngriva! Ky është Toni, i vetmi nxënës në historinë e arsimit që librin e lexon nga fundi, sepse shpreson që viti shkollor të mbarojë sa më shpejt. Kurse kjo është Zana, influencer shumë e zonja sepse ka mbi 40.000 ndjekës, po nga ana tjetër ka 44. Bravo! Ky është Geri, duket sikur fle, por është duke medituar. Me gjithë këto strese me thënë të drejtën mirë e bën. Ndërsa këta janë dy shkencëtarët e së ardhmes, po studiojnë teorinë e anatomisë, ata çan stereolapsi Kafkën apo jo? Okej, po ju nxjerr nga kjo gjendje, po ju kthej në realitet. Shkriva. Po ma jep është e imja, ma ka blema. Jap se disa mësues pas disa vitesh kanë nevojë për psikolog. Dhe disa të tjera kërkojnë superfuqi. Ngriva!
Pra Toni me aftësi të jashtëzakonshme, i cili përtyp edhe dëgjon mësimin në të njëjtën kohë. Shkriva vetëm për Tonin. Toni, për çfarë na shërben libri? Libri na shërben për të mbledhur thërimet. E hapim kur fillojmë bukën edhe e mbyllim pasi kemi shkundur thërimet në gojë. Ngriva për Tonin. Shkriva për Zanën. Zana, cila është mënyra për të arritur një rezultat? Para se të postosh, duhet të bësh like, comment, share postimet e miqve të tu. Dhe ora ideale për të postuar është nga ora 7:08:30. Faleminderit. E ardhmja jote do t'jetë më ndryshe nga të tjerëve. Normale. Ngriva për Zanën. Shkriva për Tean dhe Denin. Cila është forma që një njeri e bën të jetë më i sjellshëm? Të zhdukesh nga faqja e dhëut, çdo njeri që të pegon rrugën tënde. Ti nxjerr syt nga vleti. Veç mos më bëj presion mua. Bosa të dashur që janë. Ngriva. Dhe tani do t'i dëgjojmë më në fund zërin djalit më të urtë të klasës. Shkriva për Gerin. Hej, Geri! Geri, më dëgjon? Nejse, nëse gjumi do t'ishte një lëndë mësimore, Geri do t'ishte me medalje ari. Edhe për pak mbaron ora e mësimit, por nuk kam plan t'i shkri për para se të kompozoj veprën time të artit. Shkriva